E dua një vajzë, por ajo s'më do, çfarë të bëj? S'ka kana probleme. Që veti asë në hik. Pa nuk do. Unë e dua dhe ajo do. Si vëzjoj ka thonë, 50% ka unë, super. Ta shomi 50% ka unë tjetër. Do thonë jo, i puna, jo jetë. Që nëse vajza nuk e do, kjo atëherë ose duhet me dhunu, ose duhet me vjeth, ose duhet me kidnapu, se po ndryshe, edhe hikmja këto nuk mundet me ndodhë. Se për me hik një vajzë duhet me dalë dikun tek. Duhet t'i pop kërë e shkot. Edhe pse edhe kjo ara me ndalu, ma këtu s'ka asë gjandin. Më thonë, ty e do dhe jetë dashuria në filozofi e sipër. Pyetja kjo thotë çka më bën, edhe du shumë. Po çka më bën kur zon, ja çon shkusin. I ka zon. Po kri puna, e do dika tjetër më sa më. Ja nis me dos dika tjetër, sa njëri e do të i kanë botën e kur zon se më. Çka i kishë këshillu ata të rinë që pinë alkool? Këto artistët e shqiptarët, valla unë e kisha marrë, me konë, nuk tjerë, shëtë. Më ka dhe një atje, ka në Amerika silën, ka Paris Hiltoni. Qka pa të duhet me Paris Hiltoni? Pare ka. Se femnën për me hetu, sa e bukur dhe sa e mirë, sa ba herët, në penjë sa ba, shkone kur qohet pijumi, kur të dale, para. Ata pusht e kuqe, e valla, qfarë? Kjo e vërtet, se kështu kur të regulohen, kur të drejtë normale që Allah i ka kriju të bukara. Unë nuk thamë, ajo gjeni është, si zënë nërë, mere femnën do shta më pak të bukën në botë, është më e bukën se mashti më i bukën në botë. Dhe pas të i gruja, o shumë interesant se Allah dhe shanu, qka gruja, qka do me thonë gruja femna? 50% botën e banë vetë, bide 60% edhe tjetërën e lindë. A është e vërtet, edhe 100%. Mirë po, feja islame ka dhonë drejtat edhe gruas. Mirë po tash, të neve në muslimanve në akuzën që se jep një drejtën në grave. Po nësi lana gratë me dole me reklamu qetën e dhamve. Përkat nëse mendojni që drejtë, se ku njerë si api këtë drejtë. As shleperin me reklamu, as buldozherin, po valla. Nëse dykujt jam bërë, se ato e di si dun, këtë gratë dalin televizi. Edhe njona të këmë me qarapt, njona ku e di unë, ose njona vant, njona e muslima fejl. Ato që ashtu du drejta, nuk e drejta. Nuk e drejta, diçka është jashta normalisht. Kish qenë që ashtu atër pse edhe neve s'napin drejtat me hetë që shdun. Ti cigarin me gjujtat, si thonë camcik ma shqip, camcik. Po kjo nuk ka shqip, Allah nem, kineski. Me gjujt 50 euro, a me dalë solak, super. Do me thonë me dalë me hetë që shdush nuk dënojnë. Filterin e gjujt e 50 euro dënojnë. Këto, do me thonë, janë disa regula në botë që kur të thehen, ka kot të etikës. Valloj, që i kot kur të thehet, mëse o marrë mendja juve që këto filmat, e kini pa filma, sa artistin film e likvidon, atë se i ka hi pak nuvët vetë. I ka hi në di, ato dunë me të regu që edhe ne nuk jemi, se ne me dërë, se në Gjermani, qka në Gjermani? Edhe në Zvicër, qka dush mu dush me ban? Jo valla Selman, kur gjanë Selman? Se ne kur qkojmë jashtë, pa ne 80% mendojmë negativisht. Qkojnë atë knasmin janë gjurnat, deri këto mëse janë nismi me punu. E deri tu knas, mëse nëjna hi shumë fejl, edhe së ndem. Si do qoftë, ne si musliman i kemi regullat tona, obligimet tona, i respektojmë tjerë dhe kemi qef, jo nevoj, kemi qef me në respektu edhe, sigur i respektojmë. Dhe më thonë, ne i respektojmë. Kretë kambet tjera, kretë fejt tjera, mirë po, s'kemi nevoj edhe qef me në shajt fejnë tonë dhe